Unë kam telefonuar, është era partë është që po e them kështu publikisht, edhe zotin e im Tërnava, kryetari, me kryeministriun e Bashkisë Islame. Më është përgjigjur me shumë respekt, patjetër e falenderoj, por nuk na ka ardhur. Të si arsyet... Mos e ke thënë Ramazan? Jo. Jo, po... Arsyet i din vetë, edhe unë i di pse janë këto shmange. Arsyet janë thjesht ata spodojnë me acaru marrëdhëniet me kishën serbe. Kjo është arsyeja. Sepse domethënë vetëm ja kish konkurrente me kishën se na këtu në Kosovë nuk kemi as kish greke, s'kemi as kish bullgare, s'kemi as kish ruse, as kish armene, as rumune. Vetëm ja kish që i bën bolla sa. Kemi as kish shqiptare. Kemi vetëm kishën e Kosovës edhe kishën serbe. Edhe kështu që kisha serbe druhet se në një moment caktuar kur shteti i Kosovës forcohet i shpall këto luftë. Jo i shpall luftë, po i shpall në aspektin e mirë që pronësinë mbi kishat e manastirat ja jep Kishës Kosovës. Edhe siç ka ndodhur në shumë, për shembull kur ka dashur me bë një të gjë ka dashur me bë edhe Gjukanovićin Maltezi. A mund me ndodhë kjo, profesor Atana? Mund me ndodhë, po unë për shembull me qenë presidenti i Kosovës, që kam premtime shumë atë mëdha se këta që po dojnë më bë, këtë nuk isha mujt me premtu, sepse kjo është vërtet një diçka që shteti i Kosovës e ka nënshkru. Në sen që e ke falë, me marë përsërije, është kogja domethënë, e padubishme. Çka mendoni se studi ta më ndërpret? Para deklaratën në Nadrashicit, çka mendon që tha kryeministri mi ka thonë për shkak të onën 24 hektar? Mirë dhe ajo ka thonë, po mendoj në shaj. Ka deklaruar pishmorit. Po s'ka rëndësi tash ai nuk është faji aty Albin Kurtët, është faji i gjykatës supreme, i gjykatës kushtetuese, që ato e kanë dhënë ato. Edhe na nuk i diskutojmë aty ku problemi, po këshyrim jo ku Arusha, po ku janë fërkem të Arushës. Tash kur e ka dhënë gjykata kushtetuese, ajo do të me zbatuat vendim. Une, po të kisha qenë në gjykatën supreme, ose gjykatën kushtetuese, nuk e kisha miratuat vendim. Po kur ma kish bëhë gjykata supreme edhe gjykata kushtetuese, po të kisha qenë kryeministër, e kisha zbatu, sepse ti nuk ke mënyrë tjetër s'munësh me konë shtet, nëse si zbaton urdhrat e gjykatave. Problemi është që na do të me i përmirësu gjykatat. E jo, hajde gjykatat bojnë që ka dojnë, e na vendimit i zbatojmë ose si zbatojmë. Edhe këtu, do më thonë, udhëheqësit e Kosovës kanë bo gabimin fatal, jo patriotik, kur kanë pranu që kishat dhe manastirat ortodokse të Kosovës me taku kishët sërbe. A e dini kur jenë bo kishat dhe manastirat i ka morë ortodokse në Kosovë i ka morë kishat sërbe? A e dini ti... Kur? Çka mendon, kur? Ato s'kanë qenë në të kisha sërbe, sepse kisha sërbe u kriju tek në vitin 1879. E kur kanë vendosur? Në një vit mas lidhjes Prizrenit u formu kisha autoqefalia. Kur ju kanë marrë? I kanë marrë në vitin 1921. Në mos që pas kanë thonë as ta politikanë të të çekullin që të një. Po atër i ka marrë me zor, sepse në vitin 1912 i ka pushtu Serbia Kosovën, në vitin 1918 e ka pushtu sërish, edhe mbreti sërb, Aleksandar Karađorđević, e ka shpall krejt, ka thonë, kishat ortodokse që ndodhen në teritorin e Kosovës, të Maqedonisë, kishat e ortodoks dhe manastiret e kishës malazeze, dhe kishat ortodokse në Bosnjë dhe Hercegovinë, të gjitha shpallën pronë të kishës sërbe. Edhe na, kër e kemi shpallë pavarësin, ndamin nga Serbia, ke mujt me shpallë, me thonë, tash, kishat dhe manastiret ortodokse në teritorin e Kosovës nuk i takojnë kishës sërbe, sepse as Kosova nuk i takojnë Serbisë, prandaj
ato do t'i takojnë kishës të Kosovës. Po ne jemi vënu, ata kanë nënshkru, je kanë miratu edhe Gazimestani, për shumë, shikoni çka është një sene interesant. Për shumë, vis-a-vis e kemi tyrbën e Sultan Muratit, aty ko varri